tamam është ajo shprehja e njohshme që ne prindërve nuk mund t'i dalim hakut asnjëherë. Shumë e vërtet. Janë shumë kuptueshme, sepse janë gjëra të cilat i mbajmë ndoshta brenda vetes, janë të akumuluara dhe vjen një moment kur i shprehi me emocionin më të bukur dhe më të pastër, kështu që është emocion shumë i natyrshëm. Ajo. Të përgëzoj për emisionin, një pëlqeu çdo ditë, nëse keni tema shumë interesante dhe një mysafir shumë të përzgjedhur. Ju uroj punë të mbarë dhe suksese të më të qeshme. Përshëndetje edhe për mysafirin që ke, në Mustafa Rahimi. Unë jam në krenare, më të them, pasi që kam një vajzë shumë të suksesshme deri tani, që ka arrit në punën e saj, unë mendoj që duhet të vazhdoj edhe më tutje. Është si fëmijë, ka qenë shumë një vajzë e ndëgjueshme, e përkushtuar në punën që ka bërë gjithmonë. Në shkollën ka kaluar shumë me sukses dhe të gjitha i ka kryer deri në fakultet, i mbaroi me forcat të veta, me një sukses të shkëlqyeshëm. Ju uroj punë të mbarë dhe sukseseve të më të qeshme. Unë jam e lumtur dhe krenare për punën që bën ajo dhe për kushtimin që ka për familjen e saj, për fëmijët e saj që i ka të mrekullueshëm, Brian, Poemën dhe Ullin, të cilët i dua shumë. Unë uroj që ajo të jetë gjithmonë ashtu siç është. Unë jam e krenare për gjithçka që bën ajo në përkushtim dhe me shumë dashuri për gjithë profesionin e saj që ka dhe për karrierën që të arrijë sa më lart. Uroj që të jetë kështu gjithmonë ashtu siç është, domethënë në këmbë në tokë, një vajzë bujare, një vajzë shumë e sinqertë, e respektuar edhe e respektojmë të gjithë në rrethin e saj. Ne si prind çdo ditë, domethënë jemi krenar dhe ndurem me gjithë atë që ajo ka arritur deri tash në jetën e saj, i urojmë të vazhdojë edhe më të tjerë. Ndërsa ti, Flora, të përgëzoj për emisionin, të falenderoj shumë dhe të jam mirënjohëse për një hapësirë që na dhe, uroj që të keni një ditë të mbarë dhe të suksesshme gjatë gjithë karrierës dhe të mësuar që bëni dhe në tani. Ju përshëndes të gjithë. Ju të duam Katrina, të jeti se edhe unë, edhe babi, edhe dy vëllezërit e tu, të duam pafund. Të jemi gjithmonë përkrahase për punën dhe për karrierën tënde që do të arrish derisa të jemi gjallë bashkë. Të përgëzoj, ju dëshiroj një ditë të mbarë në punën tuaj. Ju përshëndes. Kishte mami, Wow, këmjezojnë shumë e veçantë. Me një mesazh shumë bukur. Kjo është aftësia ime. Wow, këtë se kisha mendu asnjëherë. Definitivisht pak që emocionove gjatë këtij videos që ajo do të kishte pranuar një herë të flet.